Parandalon fryrjet e barkut, gazrat, pastron zorët dhe u jep fund kapslëkut. Kjo është sallata që bën mrekulli. Kjo është një nga sallatat më të mira që ndihmon përheqjen qafe të peshës së tepërt, lëngjet e tepërta dhe fryrjen e barkut, citon Katerina, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj. Nëse po planifikoni të hani këtë sallatë, është e rëndësishme të dini se është më mirë të qëndroni në shtëpi për disa orë. Do me thënë të mos shkoni askund sepse për një kohë të shkurtër ajo do të fillojë të funksionojë dhe do të zbrazë zorët tuaja. Sallata me presh përgatitet si çdo sallatë tjetër. Thjesht shtoni pak krip dhe acid malik ose të thjesht për shije. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Uthull molle është më mirë sepse ndihmon edhe në humbjen e peshës. Sallata me presh jo vetëm që është e mirë për tretjen, zbrazjen e zorëve dhe dëbimin e lëngjeve të tepërta nga trupi, por është gjithashtu e mirë edhe për shëndetin e zemrës. Preshi përmban shumë folat i cili dihet se mban në ekuilibër nivelin e homocisteinës. Ky është një nga faktorët e rëndësishëm të rrezikut kur bëhet fjala për sëmundjet e zemrës. Përveç folatit, preshi përmban edhe alicin e cila ka efekte të jashtëzakonshme të dobishme në të gjithë aparatin tretës. Preshi e ka origjinën nga Europa dhe Azia Perëndimore dhe rritet në të gjithë botën dhe përdoret për të përgatitur specialitete të ndryshme. Krahasuar me perime të tjera të njëjtës familje, ajo ka një shije dhe një erë të ëmbël. Përveç se përdoret gjithësisht në bletari, preshi njihet edhe për përbërësit e tyre mjekësor. Në rajonin ton, pjatat me presh janë mjaft të zakonshme dhe duke pasur parasysh vetitë e tyre të shumta, ato mund të mos jenë të mjaftueshme. Preshi është gjithashtu i pasur me vitaminën K. Vajra thelbësor përfshirë sqyfurin që kanë efekte të dobishme në sistemin e tretjes. Ka efekte antibakteriale, antivirale dhe antifungale, dhe ndër të tjera ul nivelin e kolesterolit të keq dhe presionit të gjakut. Ndër të tjera zvoglon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, madje dhe goditjeve në tru. Preshi është gjithashtu i pasur me celulozë, e cila stimulon lëvizjen e zorëve. Gjethet e kësaj barishte përmbajnë piroksin, acid folik, niacin, riboflavin dhe tiamin, si dhe vitaminën A, K, C dhe minerale hekuri, bakri dhe zinku. Nëse po mendoni nëse preshi përmban kalori, atëherë është një lajm i mirë. Për 100 gram presh të freskët do të gjeni vetëm 60 kalori. E njëjta përmbajtje përmban rreth 55% të kërkesës totale ditore të vitaminës K. Preshi është gjithashtu një antioksidant i shkëlqyer dhe një burim i fibrave të patretshme dhe të tretshme. Kërkimet mjekësore kanë treguar se preshi si ilaç ndihmon në rastin e alergjive, anemisë, arteriosklerozës, bronkitit mbi peshës, humbjes së oreksit, depresionit, mos funksionit erektil, kollës, ftohjes dhe gripit. Mund të ndihmojë gjithashtu njerëzit që kanë probleme me mëlçin dhe tiroiden. Preshi është një recetë shumë e mirë si për zemrën ashtu edhe për të gjithë sistemin kardiovaskular. Pikërisht sepse përmban një sasi të konsiderueshme si flavonoid i çmuar natyror dhe shumë studime kanë treguar se ky përbërës mbron enët e gjakut nga dëmtime të ndryshme, madje edhe ato të shkaktuar nga veprimi i tepërt i radikaleve të lira. Ajo gjithashtu stimulon prodhimin e oksidit nitrik, një gaz që ndihmon në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut, redukton prodhimin e substancave që bllokojnë prodhimin e oksidit nitrik. Preshi si ilaç ka efekte të dobishme në të gjithë sistemin kardiovaskular, pasi përmban edhe folate që ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrave të homocisteinës. Përveç kësaj, ai përmban një sasi të madhe të polifenoleve antioksidant që ndihmojnë dhe mbrojnë enët e gjakut nga dëmtimet oksidative. Kështu ndihmon edhe në parandalimin e problemeve të stomakut dhe të zorrës së trashë. Por kush nuk duhet të konsumojë presh? Personat me probleme të veshkave, sepse preshi përmban oksalate, substanca që grumbullohen, kristalizohen dhe çojnë në shfaqjen e gurëve në veshka. Oksalatet gjithashtu parandalojnë thithjen e kalciumit në trup, por nëse trakti juaj tretës është i shëndetshëm dhe përtypni ushqim për një kohë të gjatë, atëherë edhe këto oksalate nuk do të jenë në gjendje të ndryjnë dhe të thithin gjithashtu nivelet e duhura të kalciumit. Konsumi i preshit në dietën tuaj të përgjithshme mund t'jap një sër përfitimesh nëse e shtoni në dietën tuaj, citon studimi.
Nëse po planifikoni që të konsumoni preshin vazhdimisht në dietën tuaj, atëherë duhet ta konsumoni atë sipas normave dhe elementëve ushqyes që ato do të ofrojnë në mbrojtjen e organizmit. Vlerat e kësaj superperimeje janë të nënvlerësuara, por padyshim ajo njihet që në qytetrimet e lashta dhe u japin preshit kreditet për vlerat e larta terapeutike. Preshi ka kaq shumë të mira shëndetësore saqë do të rendisim disa prej tyre në këtë video. Ato fillojnë që nga lehtësimi i dhimbjeve të fytit tek mbajtja larg e gurëve në veshka, drejt luftimit të qelizave të dëmshme, sa për të përmendur disa prej tyre, por padyshim ajo që është më e mira për shëndetin shpesh ndodh të jetë edhe më e mira për organizmin tuaj. Kështu, preshi mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin e zemrës. Ngrënia e preshit ka treguar se ul nivelin e kolesterolit të keq dhe në të njëjtën kohë rrit nivelin e kolesterolit të mirë. Kjo është treguar për parandalimin e trashjes së pllakave dhe enëve të gjakut që gjenden në lloj-lloj problemesh. Nëse pllakat trashen shumë ose këputen, ato mundet të shkaktojnë edhe atak kardiak, madje edhe probleme hemoragjike. Gjithashtu, preshi i përket familjes Allium, ku përfshihet edhe elementë të cilët do të ndihmojnë në uljen e presionit kardiak. Preshi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Preshi është një burim shumë i mirë pasi përmban magnez, vitaminën B6, gjithashtu vitaminën C, folat dhe hekur. Të gjithë këto ushqyes do të veprojnë për trupin e njeriut edhe në stabilitetin e sheqerit në gjak, po ashtu edhe për të ulur thithjen e sheqerit në trupin tuaj. Ndaj konsumi preshit në dietën tuaj është i shkëlqyer edhe për gratë shtatzana. Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminës B6, B dhe folatit. Folati është i rëndësishëm edhe për gratë shtatzana për të ulur rrezikun për defekte të shtyllës kurrizore. Një porcion me presh të gatuar mund të përmbajë 1/3 e sasive të folatit të rekomanduar për konsumin e të rriturve. Kështu preshi mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë që do të jap në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Preshi është një nga perimet që i përket familjes Allium, ku hyn gjithashtu qepa, hudhra e të tjera. Por ndryshe nga këto të fundit, për përfitimet të cilave fliten shkruen shumë, preshi nuk mban vendin e dur në piramidën ushqimore. Kjo perime është po ashtu e shëndetshme sa hudhra dhe qepa dhe në këtë video do të listojmë përfitimet që do të merrni nga konsumi i preshit në dietën tuaj. Për 100 gram presh të konsumuar do të merrni rreth 1.5 gram protein, 14 gram karbohidrate, 83 gram ujë. Gjithashtu është një burim shumë i mirë i vitaminës B6, vitaminës A, folateve, gjithashtu hekurit, vitaminës K, manganit, magnezit dhe të tjera. Por cilat janë përfitimet kryesore që preshi do t'i jap në dietën tuaj? Preshi është i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Preshi është një burim shumë i mirë i magnezit, kalciumit, mineraleve shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj të kockave, pasi ndihmon në shndrimin e vitaminës D në formën e saj aktive në trup. Preshi është i mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Preshi është një nga ushqimet të pasur me prebiotik, lloji më i mirë i bakterieve të rëndësishme për përthithjen e lëndëve ushqyese. Ndihmon në mbajtjen e ekuilibruar të mjedisit bakterial të stomakut, ndihmon gjithashtu në eliminimin e toksinave dhe stimulimin e lëngjeve të tretjes. Prandaj konsumi preshi në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë efektive në menaxhimin e këtyre problemeve, citon eksperti. Preshi është një burim shumë i mirë i antioksidantëve, gjithashtu dhe vitaminave të rëndësishme. Preshi do të përmbajë vitaminën A, vitaminën K së bashku me të edhe sasi të konsiderueshme të acidit folik, magnezit, riboflavinës e të tjera. Marrja e dur e preshit gjatë shtatzanisë mund të ndihmojë edhe në parandalimin e defekteve të porsalindur, citon Eltisaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.